Me shpiragun që bë? Po, me shpiragun po. Mirë bërë, i kalove nga dek nga dek. Da, kështu është piskë, ne që më piskë. Dakor, që edhe vjet fjala piskë nga pleksë, vjen piskë metatez, që tregon një gjendje më të vështirë akoma. Më të vështirë. Pisku, me pleksë. Si që edhe shpiragu që u shit kaq bukur, kaq thjesht, dhe më pastaj ç'a ndodhi zoti Sazan, meqense ju jeni i fushës. Jam i fushës, edhe unë. Dhe keni ndjekur si. E kam ndjekur shumë, edhe kam shkruar shumë. Unë besoj ke kjo, që këta që kishin shpiragun, që kishin, ne i themi shpirag, por dikur ne kemi thënë sqepur, pusjet e sqepurit, sepse gjithë ajo zbulim i takon gjeologëve apo Institutit Naftës këtu e 20-30 vjet më parë. Dhe janë jo të pak emra si Azbisheu, Protoko Muradaj, ka shumë emra, Vladimir Veiza, ka shumë emra që janë angazhuar, Ali Mema, ai Ali Mema imagjino njihesh njeriu i sqeprit. Domethënë ishte gjeofizikan, po më shumë ne po diskutoje për sqeprin sikur kisha thënë Ali Mema dhe kundër. Pra do të them që ato zbulimet që këta Amerikan vllaj, Gjoja i bëri dhe i ndroi emrin, se kështu është gjeja, ndrohet emrin. Për të thënë që si e Arp Norti, Ilirianti, ta bën Ballkan ty ata. Për mos thënë Perendoria Arp Nore, ta bën Bizantat aty. Edhe këta për mos thënë sqepur, që është në portat e hapura, them unë gjuntime nga gjeologët vendas, e quajtën shpiragat aty. Edhe ti tash i njeh shpiragun dhe pyet shpiragun me drejt. Po ndërkohë që shpiragu për mua është një nga vendurimet më të mëdha që ka ky vend, bashkë me Dumren. Dumre është një pus po aq i ngjashëm, 16 metra. Edhe na vete ky kompani që do të ishte kryeqyteti i Shqipërisë. Po, eksakt. Na vete ky në Dumre atje në Belç. Na vete 100 metra afër. Prallor është atje. Prallor. Na vete 100 metra afër ai dhe le punimet ai. 100 metra. Po fatkeqësisht ka as njerëz atje. Kur neve dim, por nuk ka probleme, nafta mund të bëjë që të vinë njerëzit. E vërtetë. Por këta janë të paullti. Ata që janë në qeverisje kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të paullti. Bile në disa raste, këta e kalojnë dhe pushtuesit. Pushtuesi nuk është marrë me të zhbërë Shqipërinë apo me ta dëbuar shqiptarin, me të benitur traditat e shqiptar, nuk është marrë ai sa. Diku me Romakun bashkëpunohej, me Venecianin bashkëpunohej, me Turkun në një mënyrë kishte edhe në një veç pushtimit kishte në një lloj qasje që ti bëhesh e dikushi. Sa këta nuk lënë bëhesh dikushi, këta nuk pranojnë kur gabim, këta s'kan asnjë fajt, këta ta shesin të bishin nder. Janë gjithmonë mirë, nuk pranojnë as oponencë. Dhe vetë ta ky kryeministri, vim ke pyetej juaj. 6 milion fuqi në vit ai. Edhe janë llogaritur ato sa 1 ton i bie në vit. Dhe vjen puna, i bie 6 fishi kësaj që prodhojmë. 6 fishi i kësaj që prodhojmë sot. Dhe në këtë nuk quhet entuziazëm negativ, po një entuziazëm pozitiv që me të vërtetë edhe ne nga pikpamja gjeologjike e themi që po ka. Dhe të thuash që ata nuk e gjetën naftën si e deshëm, duke që u tha që nafta është benzinë, është e lehtë, është kompensat, është e lehtë, që ashtu do të jetë në fakt. Dhe u dorëzuan, unë mendoj që ata u dorëzuar si kundër dhe Dumreja, që në një moment tjetër më të vështirë për fuqinë e naftës, për dollarët që ka fuqia, ata e kanë pronë të tyre, e kanë pikë të tyre, e filluan vetë, ndaluan vetë, po e quajnë pronë të tyre, s'kam punën e të veja të kompani tjetër t'ja u marrin nga dora këtyre, dhe në moment caktuar ai e nxjerr me $200 barelën, bie fjala nga 80 që është sot. Dhe unë mendoj që ka naftë. Edhe vetëm aty, por ka naftë në disa zona të tjera që këta i mbajnë pika diku për një moment dytë. Kështu që unë si gjeolog për le të themi për të pasur të vazhdimsinë e marrëdhënieve që kanë me të jashtmin për të cëmzuar Shqipërinë, për ta shitur, për të ndërkohë që ne shqiptarët vazhdojmë akoma, kemi pensione më pak se 100.000 lekë. Ne të jemi yftyash. Ne të jemi sklever. Me këtë pasuri që ka vendi jonë, me që kërkove ti pyeten. Se ndonjëherë bën pyetje me kunjat, e mirë bëndi. Po tjetër. Jo rebe, s'kam sistem jaune. Jo. Tani që të lindi shqiptari me 500.000 euro plus si asete natyrore, i ke 500.000 euro dhe gjo shqiptarë. Për këto i ka bërë llogari një nga ekonomistët, një shqiptar? Një person, plus. Plus, 500.000 euro, se mos... Të lutem shumë dhe janë llogari... Nuk është lapsës 7-7? Mirë, vazhdo ti. Jo. Po ti vazhdo mos besoa dhe pyet me kunjë, s'kan gjë gjë dhe. Por i ka bërë një nga ekonomistët më të mëdhenj turk, me origjinë nga Kosova, dhe ka thënë që shqiptari lind me 500.000 euro plus.
Ndërkohë me 500 euro minus borxhe që ke marrë. Tani, unë e besoj, duke qenë inxhinier gjeolog, unë e besoj që kjo që kemi ne 1 milion ton naftë mesatarisht, që do të thotë përfrym na bie ai tonazh që ne na mjafton. Ndërkohë që vendet e tjera s'kan pikë nafte, përveç Rumanisë. Pra Rumania dhe Shqipëria përfrym 2 vendet më të pasura për naftë. Ndërkohë që ti je me Norvegjin vendi më i pasur për ujë. Se ti tallesh me ujin, pastaj është punë tjetër. Po ama ne ke njëherë ti.